Grupi polifonik i Bënçës festoi 60 vjetorin e krijimit me një aktivitet jubilar të organizuar nga Bashkia Tepelen, ku u vlerësua kontributi i tij në ruajtjen dhe promovimin e këngës polifonike shqiptare. Për 6 dekada, ky grup ka qenë një nga përfaqësuesit më dinjitoz të polifonisë, duke çuar traditën dhe kulturën e Bënçës e të Tepelenës në skena të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Përfaqësues të Bashkisë Tepelen theksuan se polifonia mbetet një nga shtyllat më të rëndësishme të identitetit kulturor të zonës dhe se aktivitetet të tilla shërbejnë për ta përcjellë këtë pasuri te brezat e rinj. Kënga e Bënçës të jehoj për shumë vite të tjera, për të frymëzuar brezat i Donin. Unë kam kënaqësinë këtu i nderuar kryetari i Bashkisë Tepelen që në këtë 60 vjetor të krijimit të grupit të Bënçës të bëj 2 urime. Urimin e parë ta bëj për grupin e Bënçës nga Procia e Zemrës, ju të ndoft zemra si goja të gjithëve, dhe urimin e dytë e kam për të gjithë ata artistë të mrekullueshëm, për të gjithë grupet polifonike që na përcjellin, ruajnë këtë trashëgimi historike dhe kulturore dhe për brezat e ardhshëm. Faleminderit veçantë është për gjithë grupet polifonike që morën pjesë sot në 60 vjetorin e grupit Bënçës. Sukses e grupit Bënçës. Unë në fakt kam filluar, jam dashuruar me këngën Labe, kam marrë mësime edhe nga Ariani, por edhe nga Landi sigurisht, dëmi të mi. Por Tepelenën edhe këngën Labe të kësaj treve, sigurisht unë e kam lidhur me Golikun edhe Paro. Je institucion, sigurisht e dëgjova në Semjani për pjesën e të themi asaj përmendore apo për mua është e rëndësishme të vazhdoni të keni këngë, sa më shumë këngë për Naporin, për Tepelenën, po pse jo edhe për gjithë qarkun e Gjirokastrës. Shumë faleminderit për 60 vite, për 6 dekada rrugtim, për gjithë emocionet e përcjella dhe për gjithë krenarin që na keni dhënë ne si qark. Faleminderit gjithashtu që na keni bërë të dashurojmë këngën Labe. Dolik, Rosh Epizosh bashkë me grupin tënd, me Paro, me gjithë ata që na keni dhënë gjëra të mrekullueshme të kombit ton, vlerat e kombit ton, shenjtërinë e këtij kombi të bekuar. Ju uroj të bekoj të gjithëve. Në ceremoninë festive morën pjesë artistë, studiues të folklorit, personalitete të kulturës, si edhe grupe polifonike nga Saranda, Piluri, Vlora, Gjirokastra, Kërcyra e Tepelena, të cilët solën interpretime që pasqyruan pasurinë e polifonisë shqiptare. Unë ju falenderoj gjithë që janë për grupin e Bënçës, Tepelena, por edhe për mua më bëhet qefi se po të thoshë të plaç, zëmërore, Rosh falenderit tonë. Kështu që unë i përshëndes, po dhe ne këllar të miku po pak në vonë, kështu që kjo Rosha, moshe kësaj toke, këtë ju më shumë përikën, me të atë shumë falenderit. Ajë që sot gjë, ajë që të gjë një shumë. Sinqerisht, një 10 vjetë urinoha. Jubileu Bënça 60 vjet u mbyll me interpretimet e grupeve pjesëmarrëse, duke e kthyer këtë përvjetor në një festë të vërtetë të traditës, kulturës dhe trashëgimisë shqiptare.